Jo çdo herë yjet tona na japin materiale nga jeta e tyre personale apo nga ajo profesionale. Mirë po këtë herë, java jon ka qenë stërmbushur me lajme nga jeta e tyre. E ndjekëm së bashku. Këngëtarja Altuna Sediu Tuna nuk ka qëndruar duar kryq këtë ditë. Ajo ka realizuar 2 këngë, kurse njëra prej tyre sipas burimeve të Express Rose i kushtohet marijuanës. Nuk dihet se cilës nga këto këngë do t'i bëhet videoklipi, por sigurisht se Tuna ka nevojë për diçka bombastike që të rikthehet fuqishëm në tregun shqiptar. Sa mirë po doger s'ki ide, hajde në synin qysh po mangre, s'pot një mirë po zemra po mre, sa mirë po doger s'ki ide. Kida nuk është fare kënaqur me realizimin e këngës së saj të fundit S'ki ide. Kështu ka thënë një burim për Express Rose i afërt me këngëtarën, duke shtuar se pavarësisht suksesit të këngës, Kida nuk është fare kënaqur me realizimin e këtij videoklipi. Klipi S'ki ide është klikuar më shumë se 5 milion në YouTube, por Kida ka dashur një realizim më të mirë të kësaj video. Këngëtarja Enca Agjiu është në vlugun e punëve të saj. Ajo ka realizuar një fotosesion seksi, kurse është parë në përgatitje edhe të disa këngëve të saj të reja, që ajo ka paralajmëruar se do t'i lansojë në muajt në vijim. Për të pati edhe thashë theme se është në lidhje me Noizin, por ende nuk ka diçka zyrtare për këngëtarën, e cila vazhdon të pohoj se është single. Këngëtarja Qilieta Qilaga do të bëhet qel për videoklipin e saj më të ri. Kështu ka thënë burime të afërta me këngëtarën për Express Rose. Ajo gjithmonë vjen me ide të veçanta para publikut të saj. Për kësaj radhe, ajo do të bëhet tullace. Ajo që dihet është se kënga do të jetë shumë ritmike. Unikatel nuk pritet që të mbaj koncert në Prishtinë gjatë këtij viti. Kështu ka thënë për Express Rose një burim i afërt me reperin shqiptar, i cili ka shtuar se një intervistë e Kobras e dhënë për mediat shqiptare është keq kuptuar. Nuk do të ketë koncert të Unikatelit në Prishtinë, është keq kuptuar nga mediat e Prishtinës dhe asgjë tjetër, ka thënë një burim i afërt për Express Rose. Reperi Noizi pritet që të jetë në Kosovë për ditën e pavarësisë. Ai pritet që do të këndojë në njërin prej vendeve më të frekuentuara në Prishtinë, në sallën e Kuqe. Organizatorët e këtij eventi kanë paralajmëruar se ky do të jetë koncerti i parë i Noizit në Kosovë, pas një kohe kur ai kishte munguar në ndonjë mbrëmje në Prishtinë. Noizi vazhdon të mbetet njëri prej reperëve më të kërkuar shqiptar.